Përikthehemi në edicionin e radhës të podcastit ton javor që realizojmë në UBT me mediat e UBT-s, e që për këtë javë të ftuar kemi profesorin Gaz Ejupi, i cili është kurator në Reporting House, një ekspozitë shumë interesante, mbi të gjitha një ekspozitë shumë e rëndësishme për historinë e Kosovës, e cila është themelu në 2024. Kurator, pra si që përmenda i kësaj ekspozite është Gaz Ejupi, i cili është profesor në UBT, edhe do të na flasë më gjerësisht pse është themelu, çka përmban, edhe sa është e vështirë me e realizu një ekspozitë të tillë, e cila mbi të gjitha mban histori shumë të rëndësishme të vendit tonë. Profesor, faleminderit shumë për kohën që e gjete për ne, edhe për gjithë shikuesit e dëgjuesit tonë. Faleminderit shumë që për ftesën. Pra me fillu me Reporting House, unë e kom marrë një ftesë për Jeta Gjarës, që ju më rekomandu për folje që është në rëndësi, puna e networket më përmen, më trajtu me shumë respekt. Prej Nora Veller është një shoqe përbashkë që i kemi, dhe bisedat e para ka qenë është një projekt që thirret Reporting House, është shtëpia gazetarëve, që është inicu për birmi shumë motin në Bosnë, që është nuk është realizu kur. Kemi fillu mas pare punën e hapësirës, që është një prej sene kryesore sa i përket kuratimit dhe ekspozitës. Kemi pas disa dilema rreth hapësirave, ju është ofru Jetës nga kryetari i komunës së tashme përpari Rama. Hapësira në tulltore, mirë po aty një investimi pa fund për më kriju diçka. Mandej është ofru hapësira në shtëpinë e Mallrave Gërmia, që është te sheshi Skënderbeu për Balltatin kombëtar. Kemi fillu me mendu çka është kontenti i cili lën qasje për trit me kuptu historinë. Pra me qenë shumë moderne trajtimi historisë tonë, dhe një pjesë shumë e rëndësishme që është shtu në ekspozitë është artistat ndërkombëtar që lidhen me një koncept apo tjetër të imigrimit, luftës dhe historisë të Ballkanit. Dhe kemi fillu me rishikuar materialet gazetareske që kanë qenë në ulëm tim gati 2 vite prej binit që është drejtori Jeta Gjara. Nuk besoj që një muzej ka që i vogël me një kapacitet të shikuesme që tash e kemi mbri gati 16.000 vizitorë, ma shumë se një vit, mjafton me trajtu historinë tonë. Kontenti ekspozitës përmban shumë video, dikon 30 orë materialet videos janë. Kemi një hapësinë që kemi dizajnu specifikisht kur kemi marrë leje prej BBC-s, që është ka qenë një debat kaqë serioz sa i përket materialeve me huazu këtë rast. Aty kemi 5 ekranet, disa materialet që nuk në shfaq asnjëherë në për televizione, janë pa editume. Ka materialet që i kanë njep edhe shikust në atë kohë, shikust edhe tjera materiale janë për 3.000 fotografive, i kom përzgjedh vetëm 5, e kemi kriju një 4 orë në mes hapësirës, ku është hapësira e rezistencës, ku janë edhe gratë e protestave të asaj kohës që kanë qenë me buk, edhe divorci paqësor që kanë qenë me feta të bardha. Këto janë elementet kryesore të hapësirës mrena, po ashtu kemi një artefakt që është thelbi i këtij ekspozitës, pra të Reporting House, është fletore e familjes Jasharëve, ku në atë kohë Adem Demaçi ka pas një dyqan, me thonë dyqan që ka pas ushqim me shit. Edhe në atë fletore është vizatu komplet historia e ngjarjes Adem Jashar, familjes Jashari, nga fëmijët e një vajzave. Atë fletore ka pru Donika Shahini që ka qenë përkthyese në atë kohë me një televizion japonez, ku kanë qenë të parë kur kanë hyrë dhe njëri për ekipës televizionit japonezve i ka rekomandu me maj diçka që për të ardhmen me pas një evidencë që ka ndodhur. Edhe mas 25 vite Donika na jep fletoren, ku është një pika kryesore të ekspozitës. Në ekspozitë ka programe të ndryshme tash që janë ka zhvilluar që për Çka përmban ajo? Çka përmban ajo? Kush? Fletoria? Po. Fletoria përmban vizatimet e fëmijëve, ku e kanë përshkruar situatën komplet. Edhe kemi gjetë vetëm një faqe kemi qenë me anas, është mbuluar me një kuti, që e trajtojmë me respekt jashtëzakonshëm. Është pjesa kryesore e ekspozitës. Ekspozita si ekspozitë ka mbërri një thelb shumë interesant si pikë qendrore të vizitës në Prishtinë, përposi pikë takimit, ku po takom të Reporting House. Kemi vizitorë që vinë dikon
2 herë, 3 herë në javë, po kemi dikun 70% që janë të hujtë. Nuk kemi shumë nga Kosova. A vazhdon gjatë gjithë kohës të mbajë hapur kjo ekspozitë? Ekspozita është hapën 5 martës deri shtunën, verës kemi qenë hapën më shumë për shkak të diasporës, ka pas një numër shumë të madh. Po kam rri një vëllum të suksesit që kemi parashikuar se ekspozita është dashur më majt vetëm për 3 muaj, që ashtu ka qenë marrëveshja. Mi po ty po kërkesën e madhe dhe demandin që është veç ka rritët. Edhe mandej vitin e kaluar fillu me marrë ftesa për komunave tjera të Kosovës. Tash edhe ndërkombëtare kanë filluar disa diskutime me që reportin as të shtetet tjera të jashtme. Edhe filluam edhe qytetet e tjera. Një për qytetet që jemi ka diskutojmë, që besoj që vitin ashëm filloi procesi kuratimit. Pra është një stog, një hapësinë që është fenomenale, është monumenti Ibrahim Rogovës. Hapësina si hapësinë është punu nga një arkitekt shqiptar që jeton në Austri. Fatkeqësisht nuk e di emrin, se kam marru. Është një hapësinë e jashtëzakonshme, unë besoj që është një hapësinë të ekspozuese më të mirë në Kosovë. Sa ka marrë kohë krejt grumbullimi i këtyre materialeve, duke ditë që këto materiale kanë rëndësinë e vetë dhe peshën e vetë, sepse mediumi ka rëndësinë kryesore në luftë për me e paraqit ato se dëshmia e kohës. Fakt, për me paraqit ato se çka realisht ndodh. Për mu ka qenë një pozitë pak ma e lehtë, më menoj, s'po them e lehtë, ma praktike është, se me grunë tema për ditën, profesoreshën. Profesoresh gjithashtu në UPT. Na kemi përkthy sa kemi qenë në Londër për BBC, në CNN, për shumë kanale tjera televizive, edhe disa për materiale na veç jemi kënd njoftuar me ato. Sfidën më të madhe kom pas zgjedhjen e fotografive. Ekspozita si ekspozit i kimik tradicionales që pritet më po artefaktet të evidentuara gjatë luftës. Na vetëm e kemi zbërthyr në anën moderne. Aty disa për artistave që janë shumë të suksesshëm edhe janë që operojnë më shumë të nëpër botë, është Olaf Relasian, Andri Sala, Adrian Paci, Gonçalo, Lana Cmanchin, ka qenë edhe Ana Kadyrova, që është pjesë e një galerisë shumë të mëdha globale. Po ashtu për herë të parë në ekspozita të mëdha të artistave të mëdha i kom ftuar 2 studentat tonë, Vullnet Jakupin, që është me një instalacion fenomenal, ka një punë bazuar në hulumtim 100%. Mandej ka qenë edhe Vita Kasavolli. Pra qëllimi jam si kurator, e kam qëllim shumë për të afër për zemër që studentat mi inkuadru projekte, që është domosdoshme që është qëllimi i fakultetit e UBT-s. Si pjesë e hulumtimit, cilët studentat duhet më zhvillu në industri. Pra, sa kanë qenë ende në vitin e 3, këta veç kanë marrë pjesë, janë pjesën e ekspozitës më të suksesshme për momentin në Kosovë. Pra, janë studentat e UBT-s, po ashtu kena dhe Reja Kurtaj, që është menaxhere e Reporting House, që ka punu për ditës parë. Kështu që jam shumë proud me kvalitetin që kemi mërri dhe dedikimin që kemi bërë. Cilat janë instalacionet më domethënëse për ty, mbrana në këtë ekspozitë? Instalacioni Trepçës. Pra, kemi bërë një ulumtim me jetën, unë gjithmonë ulumtimin e marr shumë seriozisht se nëse nuk shkon në vend, atë është i dop punimi, s'mund të qenë sustainable. Edhe kemi shku në Trepç, tikun 700 metra fell. Edhe kemi ndaj disa orë aty, kemi takuar edhe minatorët. I kom trajtu minatorët si artista. Dhe kemi mbledh 500 kristale dhe kemi instaluar në Reporting House. Kjo është një prej punimeve që jam shumë i lumtur se ka pas një... Pra që kemi bërë veç që kemi pru historinë e Trepçës qendër që me pas sa më shumë vëmendje historia e Trepçës, në Trepç ka fillu gjithçka. Mi po problemet e Trepçës, pa më parasysh kohës kaluar të 80-90 nuk janë ka ndarën ende. Pra minatorët janë herojtë e tonë, unë i trajtoj me shumë respekt. Mi po tash edhe instalacioni i Trepçës, besoj që do të shkoj edhe me një shtet ku një ndërtesë do të mbuluhet komplet në kristale, ndikon 7.000 kristale. Për ju si ekspert i fushës, si ndërlidhet arti bashkëkohor edhe historia në krejt këtë? Po secili artist, shumica artista në botë ka një praktikë ku lidhet me imigrimin.
çdo sa emigrant, duke gatuar edhe kafshë që emigrojnë edhe shtazët edhe shpezët. Një për mediume kryesore për mua është punimi i Andri Sales, artist nga Shqipëria, jeton në Paris edhe në Berlin. Është një artist që edhe rekomandoj shumë gjatë ligjërimit. Është mjeshtri i dritës, mjeshtri i filmit, i videos, i sound. Për mua është Andri Sales një artist më më rëndësi, që duhet mu përmend jo vetëm në art, po dhe secilën industri, se mënyra e mendumit e Andrit është shumë specifike, nuk është sen që është e çdo ditë. Bën një farë ngacmimit të imagjinatës që është shumë e thjeshtë, mi po vjen me një bagazh shumë të madh. Qysh e kanë prit krejt këtë ekspozit gazetarët prej krejt shteteve të Kosovës që në kohë të luftës e kanë bërë punën e vet, pavarësisht rrethanave, pavarësisht rrezikshmërisë. Qysh e kanë prit ata kur veç është hap në 2024-ën, edhe kur kanë ardhur me pa krejt atë dokumentim real që ka ndodhur në kohë të luftës në Kosovë? Do të me kuptu një sen se të na lufta kryqen 26 vjetë. Na jena halat fresh. Na halat është vare hapën, me thonë. Nuk është para 100 vjetë. Probleme më të madhe kena dokumentimi historisë. Edhe që kjo shërben reportin as për me përdu më lidhë me gazetari, reportin as shërben edhe për një gjenerat që veç është ka shkon. Mi për nuk kemi material, nuk kemi dokumentim, me cilën na më pas historinë tonë që mos më zhduk, edhe disa për gazetarëve që kanë qenë edhe pjesë që kanë jep materiale për ekspozit, është rikëthy komplet kujtesa që ka qenë gjatë luftës me një ekspozit në qendër Prishtinës, ka qenë shumë emocionuse për ta dhe për neve normal. Një vlerat më të maja për ka ekspozitat e gjenatat e reja. Po kemi shumë vizitor, po kena shumë vizita nga shkollat fillore. A kanë organizuar shkollat në qytete për me ardhur, për që të rrit me ditë krejt këtë histori që ka ndodhur? Po ka ton kohën ka vizita që organizohen për shkollave edhe për qytete të tjera të Kosovës. Edhe po është një emocion shumë interesant se po inkuadrohen edhe në materialet që t'i marrën me vete që më kon pjesën e programit shkollor. Po ka vlera shumë. Po shtu vlera. Deri kur pritet me qenë hapun për krejt ata që dëshirojnë me ardhë, që ndoshta nuk kanë dëgjuar ose nuk kanë pas mundësinë, deri tash me ardhë edhe me pa reporting house? Për momentin komuna e Prishtinës i ka planet e veta normal, ndartesa së ndërtesë është dizajnuar nga një arkitekt japonez, Kengo Kumës, i cili hapësin do të shndrohet në galeri ose muze nuk e di, nuk e kam qartë. Pra na nuk dia kemi mbet ato ajo, mirë po që ashtu është marrëveshje, kështu që është në rregull. Besoj që komuna si komunë do të në jap një ide komunë do të mu shpërngull të qete e përgjithshme, se është me meritat maja. Mirë po reportin as tash e ka një projekt tjetër, cilët është projekti i Bllacës, ku kanë qenë 420.000 që kanë të i kalu Kakofini i Maqedonisë. Aty jam kurator mi shëndru vagonat në galeri. Vagoni parë instalohet në Dhjetor, në stacionin e trenit në Prishtinë, ku një vagon shndrohet komplet në galeri të artit. Në galerinë mrena ka materialet të cilat janë rrëfime të refugjatëve të atë kohë. Për momentin janë dikun 40 dhe 80 intervistat të rezervume gjatë 3-4 muajve të ardhshme, edhe pritet dikun me pas artefakte minimum dhe 1.000. Pra kjo është projekt që zgjatë shumë, planifikimi është dhe në 3 vite më përfundu, se është kostë shumë e madhe. Edhe këto kemi pas një përkraje jashtëzakonshme nga fabrika e betonit, nuk të bëj reklam moralit, është Shalcemi, të cilë nuk kanë hezitu heq për projekt. Tash puna e Bllacës si projekt, vendi si vend, është një landscape shumë interesante, ku vagonat shndrohen në pasqyrë nga jashtë, për reflektimi komplet e landscape, që nuk duket vagonat heq. Mrena përdorin teknologjie më avancume, AI, VR, AR, ku shikues kanë me pas një qasje të memores kolektive. Qëllimi jam si kurator është shumë rëndësishëm me zhvillu turizmin si pikë, me kallëzu historinë në bazë mënyra sa më moderne. Një mesazh që do të doje për gjithë ata që dëshirojnë me qenë pjesë e projekteve të tilla në shërbim të shtetit tonë, ndoshta për studentët e ri, cilët janë studentë të Fakultetit Arte dhe Media Digjitale në UBT, e cilët mund t'japin ndihmë, mund të bëhen bashkëpunëtor, mund të bëhen profesionistë të kësaj fushë,
Po, si koncept, kemi përket krejtve, nuk është vetëm arti, këtu përket arkitektave, inxhiniera, si kemi punë edhe Historianëve. Historianëve patjetër, hulumtuesve patjetër, me një eksperiencë të evidentuar për më mërmenja, dizajni grafik normal, dizajni modës, po është në këtë rast se ka mu modifiku disa sara në rikthyer kalumës. Për shembull, Blerta Basholli tash është duke për një film Dua thirret, një fiqe film metrazhi gjatë që bashkë ka lidhje me pllacën. Mirë po i takon secilit që ka një memorie kolektive, me nda me reportin asë është shumë e vlefshme. Është shumë e vlefshme. Po ju vjen thirrje gjithë atyre që kanë diçka të vinë. Patjetër, sidomos me projektin e Bllacës. Ta shfaqim. Le duket mos humbet historia edhe dokumentimi. Profesor, faleminderit shumë për kontributin, për krejt këtë punë të mrekullueshme që e keni bu, sidomos për të rinj tonë që duhet dim për historinë e vendit tonë. Faleminderit. Faleminderit për kohën. Atëherë kjo është e tëra që kemi përgatitur për këtë podcast, për këtë edicion. Ne dëgjojmë herën tjetër. Mirupafshim. Për më shumë informacione, vizitoni ubtnews.com.